Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Allahun e madhërisëm e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatitë që na i ka dhënë, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e imanit dhe islamit. Salatë dhe selamat ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe trima dhe të gjithë muslimanëve që do ta pasojnë këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër, I kam përcjell pak ligjëratat e hoxhës Metushit që I kam bajt këtë xhami dhe jam mundu që të përmbledh diçka që të jetë e ngjashme me atë kontekst të cilën ka fol hoxha gjatë muajit Ramazanit. Dhe kam pasur se hoxha ka fol për sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për vajzat e tij, për djemtë e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe është normal që zakonisht kur flitet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, flitet për sirën e tij. Flitet për ngjarjet, për betejat, për jetën se çysh ai ka vepruar me familje, me shok, në sokak, e kështu me radhë. Po sot pata dëshirë që ta shohim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga një kënd tjetër. Ndoshta krejt na kemi mundësi me e njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në hollësi, por ai I cili e njeh më së miri atë është Allahu subhanahu wa taala. Dhe fjalët më të sakta dhe më të vërteta janë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po më të vërteta se këto janë fjalët e Allahut azza wa jall vetvetiu. E Allahu subhanahu wa taala në disa ajete në Kur'an na e përshkruan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por tema e sotit është çysh Kur'ani e prezanton këtë pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Në Kur'an emri Muhammed përmendet disa herë, nuk përmendet shumë. Por Allahu subhanahu wa taala ka bërë khitab I është drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shumë emërtime. Prej tyre Rasul, An-Nabi, Abd, Shahid, Nadhir, Rahme, e kështu me radhë. Që krejt këto nocione do t'i shohim në vim. Pra Kur'ani, mbas këtyre nocioneve nuk e prezanton vetëm pejgamberin dhe qenien e tij sallallahu alaihi wasallam, por e prezanton personalitetin, misionin, moralin dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Para se gjithash ne duhet me ditë se Allahu subhanahu wa taala e ka ngrit shumë lart namin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Krejt na e dimë në surë të shkurtë në Kur'an, sura Inshirah. Çka thot Allahu në Kur'an? Wa rafa'na laka dhikrak. E ty o Muhammed ta kena ngrit shumë lart namin, ta kena ngrit shumë lart përmendjen tënde. E dietarët kanë thonë se nuk ka adhurim, nuk ka ibadet që na mujmë me bë, vetëm se brenda adhurimit ka me qenë I përmendur edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ezanin kur e thirrim e përmendim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Te shehud kur rrim namaz e përmendim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur mbajmë hutbe e përmendim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Madje çelsin e islamit kur e thojmë, pra shahadeti përbohet prej dy dëshmive, dëshmisë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se dëshmisë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Allahut. Domethënë aq nalt e ka ngritur Allahu subhanahu wa taala pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe përmendja e këtij pejgamberit nuk ka moment, nuk ka çast, vetëm se përmendet në përgjithë botën. Kështu është Allahu subhanahu wa taala kur e don një njeri. E pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka përzgjedhur mesin e krejt pejgamberëve. Për atë ka thonë wa rafa'na laka dhikrak, edhe ty ta kena ngrit namin shumë nalt ta kena ngrit përmendjen tënde. Pastaj për ta filluar këtë temë, do të më pas parasysh se Allahu ka folur në Kur'an për këtë nebi. Madje Allahu subhanahu wa taala për respekt ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, asnjëherë nuk I ka përmend emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vetëm si Muhammed në Kur'an. Krahas krejt pejgamberëve tjerë I ka përmendur me emër. Por pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, asnjëherë nuk ka përmend vetëm me emër. E këtë ka bërë për respektin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në surën Fath thotë Allahu Muhammedun Rasulullah. Pasi që ka përmend emrin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, thotë Muhammedi është I dërguari I Allahut. Kështu na duhet me e besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ky lloj emërtimi është identiteti I pejgamberit më I lartë. Nga sa ai nuk është poet, ai nuk është mbret, ai nuk është ndaj filozof apo nuk është diçka tjetër. Është I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam. Madje me një ajet tjetër thotë wa ma Muhammedun illa rasul. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është diçka tjetër përpose pejgamber. Përpose pejgamber. Pastaj Kur'ani na flet edhe për misionet e tij.
ku Allahu thot Kur'an, ja yuhen nabiu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. O ti pejgamber, ne të kemi dërguar ty dëshmitar, shahidan wa mubashiran, përgëzues, wa nadhira, dhe paralajmërues, wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. Edhe të kemi dërguar thirrës për tek rruga e Allahut me lejen e tij, edhe ai i cili i ndriçon rrugët, ndriçues. Pra Allah subhanahu wa taala e përshkruan identitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me 5 cilësi të mëdha. E para ke inna arsalnaka shahida. Ne të kemi dërguar ty dëshmitar. Dëshmitar mbi çka? Dëshmitar për çka? Ne të kemi dërguar ty dëshmitar mbi njerëzit. Wa mubashiran, edhe të kemi dërguar ty përgëzues. Përgëzues për kan? Për çka ka ta beson rrugën ty. Ti kemi qenë përgëzues për besimtar. Wa nadhira, e të kemi dërguar paralajmërues. Paralajmërues për çka? Paralajmërues ndaj kafirave, që me shku me i paralajmëru ato se nëse nuk e besojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për pejgamber, ato kanë më dënu. Wa da'iyan ila Allah bi idhni, edhe thirrës drejt Allahut me lejen e Allahut. A ka mujt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetë me familjen e vet me hin xhenet? Po. Madje Allahu shumë ajete na thot Kur'an, ti a don me mbytur Muhammed veten tonë pse njerëzit nuk po besojnë? Çat shumë është lodh duke po davet në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Në fund thot wa sirajan munira, edhe ndriçues, dritë që ndriçon njerëzit. Nga se kush e ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe rrugën e tij, del nga drita, del nga teri i dalaletit në dritën e udhëzimit. Prandaj Allahu e ka thujt ndriçues. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte dritë për njerëzimin. Ishte ai i cili i përudhi njerëzit nga ignoranca, nga errësira që i ka kaplu zemrat e tyre, nga padrejtësia që u kishin bos zemrave dhe veteve të tyre në çka? Drejt dritës së udhëzimit, drejt dritës së imanit, drejt xhenetit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu Kur'ani në një ajet tjetër na prezanton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si shembullin më të mirë. E krejt na örnek tjetëve tona nuk duhet me marr dikant tjetër, përpos se pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Duhet me marr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam örnek në ushqim, në veshje, në rrugë, në qasje me njerëzit, në debatet që ka pas me kundërshtarët, në përbeteja. Duhet me marr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam örnek edhe në gjumë çysh ai ka flet. Duhet me marr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam örnek edhe se çysh ai ka agjëru. Duhet me marr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam örnek edhe se çysh ai e ka adhuru Allahun subhanahu wa taala. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është dërguar për diçka tjetër përveç se për me mësu njerëzve fen, për me i përudh drejt Allahut subhanahu wa taala. E thot Allahu në Kur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. E keni ju në shembullin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam modelin më të mirë. Modelin më të mirë. Pra ai sallallahu alaihi wasallam është model për jetën tona, ama jo model kur na dojmë veç. Jo model kur neve na konvenon veç. Ai duhet me qenë model në adhurim, duhet me qenë model në moral, duhet me qenë model në durim, sprova. Jo në sprovën e parë na me dal për veteve tona. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është njeriu më i sprovuar në dunjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë vdek 6 fëmijë duke qenë ai gjallë. I janë nda vajzat prej burrave të tij, prej burrave të tyre. Është godit në luftën e Uhudit, është xhakos, është përzon prej shtëpisë vet, ka shkuar te dajallart e vet, edhe atje kanë përzon. Pastaj ka shkuar në Medinë, jehudit e kanë kundërshtuar, nuk kanë dashur me lënë rahat, munafikat kanë thurr kurthe. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është njeriu më i sprovuar. Nuk ka sprovë në dunjë që mundet me godit një njeri, vetëm se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka tejkaluar sprovë. Pra model në durim, se çysh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bë durim. Madje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikurse e dim, është akuzuar me një akuzë shumë të rëndë, është akuzuar në nder prej anës së një munafikut. Dhe ka bërë sabër derisa Allahu subhanahu wa taala ka zbrit ajet. E thonë mufesirin të Kur'anit, kjo zbritje e këtij ajetit ka zgjatur parafërsisht një muaj. Një muaj ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me thonë shqip e ka hongër vetin se a janë të vërteta apo nuk janë të vërteta. Nuk ka fol hiç, vetëm ka bërë sabër. Ky është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sprova. Madje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duhet të marr model në familje, se çysh na me vepru me familjarët e tonë, çysh na me vepru me baballarët dhe nënat tona, çysh na me vepru me fëmijët e tonë, çysh na me vepru me rrethin që i kemi përreth me kojshit e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sikurse e dimë ka pas një kojshi jehudi që i ka bërë shumë zullum, mbeturinat e ka hudh para shtëpisë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po çdo ditë ka marrë dhe i ka hudh mbeturinat. I ka larguar prej shtëpisë vet. Po ashtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duhet më marr örnek edhe në udhëheqje.
Nga se Allahu tha është shembulli më i mirë. Nuk e konkretizoi Allahu se ku është shembulli më i mirë. Kjo i vjen që është shembulli më i mirë në çdo sferë. Domethënë me e marr pejgamberin sallallahu alajhi wasallam model në udhëheqje, i bjen me udhëheq, çish ka udhëheq pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pa ja hangër hakin kërkujt. Madje disave ju ka dhënë edhe më shumë për shkak të nevojës që kanë pas njerëzit. E kështu me radhë. Prandaj është pyetje që muslimani duhet me u drejtu vetes vet se nuk duhet me pyet se çka na po bëjmë. Po duhet me pyet se çka ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që na të marrmi prej örnekit të atij, të aplikojmë në jetën tona edhe të jetë jeta jonë sikur se jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse vetëm në ndjekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shpëtimi i vërtetë. Vetëm në ndjekjen dhe në pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është lumturia e zemrave. Madje është lumturi e pashtershme dhe e pambarueshme. Qysh kjo? Nga se kjo lumturi në dunja ka me qenë edhe më shumë në xhennet. Ka me qenë edhe më shumë ditën e gjykimit kur na do të takojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e shohim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka vlejë që është mërzit për neve. Ja ka vlejë që ka çajt për neve. Po kjo ka punë. Kjo don lodhje dhe mund. Pra krejt jeta jonë do të më qenë sikur se ka qenë jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje Kurani na flet edhe për një karakteristikë të veçantë që e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu në Kur'an: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Një ajet që krejt na e din. Edhe ty o Muhammed nuk të kena dërguar për diçka tjetër vetëm se mëshirë për gjithë njerëzimin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam madje jo vetëm që ka qenë mëshirë për njerëzimin, në ajet konkretisht thot mëshirë për të gjitha botrat. Çfarë bota? Sa bota janë? Ka mufesirin që thonë për të gjitha llojet e botrave që ekzistojnë, pra prej njerëzve, prej xhinëve, prej shejtanëve, por krejt këto është mëshirë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E disa të tjerë thonë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mëshirë për botën, pra për dynjan, që kush e ndjek ata i bëhet mëshirë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po jo kjo. Madje është mëshirë edhe në ditën e gjykimit kur do të takojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nga sa ai ka më bësh shefat për robërit që e kanë pasur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe sunetin e tij. Pra mëshirë për të gjitha botra. Është mëshirë për besimtar, është mëshirë për njerëzit, madje për gjithë njerëzimin, nëse ata i bindën urdhrave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga sa Allah ka thënë Kur'an: "Wa atiu Allah wa atiu ar-rasul." Andaj ju binduni Allahut dhe binduni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me një ajet tjetër Allahu e përshkruan edhe zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në surën Tauba thot Allahu: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum." Me të vërtetë që juve ju ka ardhur një pejgamber nga lloji i juve. Çka i vjen nga lloji i juve? Nuk është dikush që ka ardhur prej qiellit. Është nga mesi i njerëzve, konkretisht nga mesi i arabëve. Azizun alayhi ma anittum. Ati i vjen në rand për vujtjet e tuaja. Ati i vjen në rand për vujtjet e tua. Harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Edhe është lakmus i rrugës së drejtë për juve. Ai ka çeft që neve më na pa në rrugën e drejtë. Edhe është i ndjeshëm edhe i mëshirshëm me besimtarët. Azizun alayhi ma anittum, ati i vjen në rand për vujtjet që i vujnë njerëzit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është brengos nëse dikush ka pas borxh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar ka vizitu një plagë që ka besu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por nuk e ka pas kërkan familje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam madje ai dini se ai ka ardhur rand. Në një hadith transmetohet që djali i Abdullah ibn Ubay ibn Selulit, e keni dëgjuar Abdullah ibn Ubay ibn Selulin, ka qenë koka e munafikave. Kur ka vdekur ky munafiku, ky ka qenë munafiku i cili ja ka bërë shpifjen që e ka akuzuar në nder pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me gruajën e vet, Aisha radhiyallahu anha. E kur ka vdekur ky munafiku, djali i vet për shkak të dhimbjes babës ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka kërkuar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam t'ia fal xhenazën, se ndoshta Allahu mos po e mëshiron. Madje i ka thonë: "Ma jep ç't xhubën tënde, ç't teshën tënde, t'ia bëj çefin babës tën." Çat shumë rand i ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka shkuar ka fal xhenazën kokës së munafikave. Edhe Allahu ka zbritur në Kur'an ajet: "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Ndash kërko falje për ta, ndash mos kërko falje për ta. Edhe nëse kërkon falje 70 marratan lam yaghfir Allahu lahu. Edhe nëse kërkon falje 70 herë, Allahu nuk ja fal atij mëkatet.
Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej dhimbjes që ka pas ndaj djalit të Abdullah ibn Ubay ibn Khalifit, ka shkuar dhe ja ka fal xhenazën, duke e ditë se është munafik. Omer radiallahu anhu është nervozuar shumë. Ka thonë ja Rasulullah, ti ka bë krejt fitnë në Medinë, ti po shkon ja fal xhenazën? Ka qenë i dhimbshëm, azizun alayhi ma anittum. Madje jo vetëm me të mëdhajt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i dhimbshëm edhe për vujtjet e fëmijëve. Ne transmeton Anas ibn Malik në hadith që Imam Buhariu e shkruan në një libër të quajtur El Adab al Mufrad, që ka shkruajt, Sheikh Albani thot për këtë hadith se është hadith sahih. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përzim me neve. Me thon shqip, është rast te na, nuk është nda prej neve. Ka ardhur ka qëndruar me neve, ka ardhur ka qëndruar te shtëpiat e tona, është përzim me fukaraj kështu me radh. Hatta yaqulu li akhin li saghir, derisa vllai tem të voglit, e ka pas Anas ibn Malik, shërbëtori i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka pas një vëlla të vogël. Me një hadith tjetër që transmeton Imam Muslimi thuhet se hala ka pit shumë, do të thonë shumë i vogël ka, 2-3 vjet. E ky e ka pas emrin Abu Umair, nofën, që shto e ka pas Abu Umair. Edhe ka pas një zog të vogël të quajtur Nughayr. Ky zogi ka vdek. Edhe ky Abu Umairi, fëmijë i vogël, është mërzit shumë për këtë zogun e vogël. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka hyrë likurën e Abu Umairit, edhe pse fëmijë i vogël. Ka shkuj ka thonë, ja Aba Umair, ma fa'ala Nughayr. O Aba Umair, çka të ka bëu ti Nughayri? Pse e mërziti kaq shumë? Pse po shqetësohesh ti kaq shumë për një zog të vogël? Domethënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kuptuar edhe filozofinë e fëmijëve, nga se është kon i dhimbshëm për të gjithë besimtar. E me këtë mënyrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka ngushëlly sahabët e vet. Në këtë hadith tregohet butësia dhe mirësia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj na duhet me e njoft mirë këtë pejgamber. Na duhet me ditë mirë se kanë po e ndjekin. A keni pa, domethënë, ndoshta ne kush prej neve kur e ka një dost afërt, shkon e këshyr, ky dosti kanë ka bab, kanë ka xhysh, për cilit fshat vin, ose çfarë aji. Kanë ka kabile, ku rrin. Domethënë, interesohet për krejt familjen e vet se këtë njerëz ka me shtin në shtëpi. Fundja është një dost, që ndoshta ka derolla mas disa vjetëve për një biznes të vogël, ka mundësi me ujvnu. Madje është dost. E na urdhërohemi prej dietarëve të mëdhej që na me njoft mirë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çish është kon ky pejgamber në xhami? Çish është kon ky pejgamber në shtëpi? Çish është kon ky pejgamber në rrugë? Na e dim hadithin që transmeton Aisha radhiyallahu anha kur është pyetur se çish është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë morali i tij është Kur'ani. Domethënë është Kur'an që ec. Kur'ani ka diçka gabim? Është fjala e Allahut, janë fjalë më të sakta. Në Kur'an ka shembuj për secilin që do me marr shembull. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë Kur'an që ka ecë. Madje na duhet me njoft mirë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kanë ka bab, kanë ka gjysh, për cilës kabile vjen, se Allahu po tha, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ardhur prej juve. Nëse ka ardhur prej neve na e dim njëri tjetrin, pse se e dim pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E dietarët vazhdimisht porosisin që na me e njoft familjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj edhe unë po ju them të paktën fëmijëve t'u mësojmë nesebin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që në këtë mënyrë na tregojmë se na e kemi hakikat këtë punë dashnisë. Dietarët muttafaqun alaihi, domethënë janë unanimisht për një lloj nesebi, që ai është Muhammed ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abd Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn Nadr, ibn Kinane, ibn Khuzaime, ibn Mudrike, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Ma'ad, ibn Adnan. E ka diskutim se te Adnani a është djali i Ismailit, të birit të Ibrahimit alayhimus salam, apo nuk është. Po deri te Adnani, krejt dietarët janë të pajtimit se senedi është i pakputur. Andaj të mësojmë në fëmijëve senedin e pejgamberit apo nesebin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që na ta dim prej së afërmi se kush është ky. Kan na po e ndjekim. Për kan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lodh. Domethënë, për kan Allahu subhanahu wa taala ka dhënë garancë se është mëshirë për krejt njerëzimin. E kjo nuk manifeston diçka tjetër vetëm se dashurinë që na kena ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje Allahu po ashtu flet në Kur'an për moralin e tij.
Pas hadithit që përmendëm, hadithit së Aishës radhiyallahu anha, thot Allahu në Kur'an: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Edhe ti o Muhammed je në një moral shumë të madh, je në një moral shumë madhështor, krijuesi i qejve dhe tokës, ai i cili e ka kriju moralin. Po na dëshmon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka moralin më të lartë. A jemi na sikur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është edhe dhurata më e madhe që i është dërguar njerëzimit. Edhe këtë pohon edhe Allahu në Kur'an, ku thotë: "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim." Allahu është e vërtetë se Allahu i ka begatu, ju ka dhënë mirësi, ju ka dhënë dhuratë besimtarve, kur ndër ta, në mesin e tyre, e ka nxjerrë një pejgamber prej tyre. Ka mujtë Allah me çu dikan tjetër që nuk është qenie njerëzore. Po është hala më e rëndë për më u pasu, nga se thu ne nuk kena njësoj sikur ky. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas xhak sikur na, ka pas zemër sikur na. Madje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas edhe vujtje më të lloja, ne nuk kena arsye pse më thon se ai është diçka tjetër. Jo, ai është njeri, sikur se e përmendi Allah. Edhe në fund, çka thot Allahu në Kur'an? Yatlu alehim ayatuhu. Allah pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u lexon atin ajetet. Pse ka nevojë me na lexon neve ajetet? Që më na mëson neve fen se çish Allahu po don na me adhuru ata. Andaj nuk është çështja na me adhuru Allahun çish na dëshirojmë. Çështja është me adhuru Allahun çish Allahu ka dashur me adhuru. E çish Allahu ka dashur, neve na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka dhurata më e madhe gjatë për krejt njerëzimin. Në fund Kur'ani e vendos kufirin. Pas krejt kësaj që folëm, pas krejt kësaj që kallëzojmë se ky pejgamber është shumë i madh dhe ka cilësi madhështore, në fund ngelet njeri. Edhe në fund edhe ky pejgamber ka lind dhe ka vdek. Allah thot Kur'an: "Innaka mayitun wa innahum mayitun." Ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam ke vdek, je i vdekur, duke qenë gjallë, dhe të gjithë ata të tjerët kanë me vdek. Ka qenë përgëzim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ka me vdek se afërmi. Apo pse këtë ajet Allahu na ka zbritur në Kur'an? Nga se Islami nuk i hyjzon profetët. Islami nuk i hyjzon pejgamberët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut, abduhu wa rasuluhu, dhe është i dërguari i tij, pra rasuluhu, dhe është njeriu më i mirë dhe duhet më u ndjek vazhdimisht, por në fund ai mbetet njeri. Po kjo është më afër mendjes që na më ndjek ata. Nëse ka mundësi një njeri me qenë kështu, edhe na kemi mundësi me qenë si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vetëm duhet me marr modelin e ty. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk adhurohet, vetëm pasohet. Në fund deshta vetëm ta përfundoj me një ajet, se besoj që edhe koha është mbush. Thot Allahu në Kur'an, realisht këto nuk janë vetëm përshkrime ta shohim se çysh ai ka jetu dhe ka vepru. Këto nuk janë gjendje utopike. Utopike i bjen nuk janë gjendje që janë të paarritshme. Domethënë, këto janë mësime të Allahut në Kur'an që na me i kap këto mësime dhe me apliku në jetët e tona. Në fund, pas krejt kësaj sakrificës që Allahu na e tregon Kur'an, është një ajet që na e lexojmë na për hutbe për çdo herë kur të kryhet hutbja. E që Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet ka urdhëruar që besimtarët mos me haru pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Çka thot Allahu në Kur'an? Një ajet që dina krejt. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahu dhe melaqet çojnë salavat për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Allahu dhe melaqet çojnë salavat për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu, o ju që keni iman, o ju që keni zonë bejsë Allahut azza wa jall, o ju që po thoni Zoti jonë është Allahu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Çoni salavat dhe selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse kët? Nga se Allahu edhe për së vdekur i ka dashur me nderu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në fillim të ligjëratës e përmendëm: "Wa rafa'na laka dhikrak." Ne ta kena ngrit namin, ta kena ngrit dhikrin, ta kena ngrit përmendjen. E çka përmendje nuk ndalet kur deri në ditën e gjykimit. Madje e ka bë Allahu obligim që kushdo që e ndin emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka detyrim të thotë sallallahu alaihi wasallam. Madje Allahu po çka salavat, me laçet që s'kan asnjë gjuna çojnë salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shumë nalt është ky pejgamber. Madje edhe na jemi të urdhëruar me çu salavat për këtë pejgamber sallallahu alaihi wasallam. E nuk ka nder më të madh se me të nderuar me laçet. Madje nuk ka nder më të madh se me të nderuar Allahu subhanahu wa taala, po nuk ka nder më të madh që ti me e nderu veten tënde duke nderu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush më dërgon mua një salavat, Allahu ja dërgon atij 10 salavat. E na me këto salavate do të me taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit, që ky resul, ky nebi, ky përkujtues, ky këshillues,
këtij të cilit i ka djeg shpirti për neve, ky që ka kajt për neve, ka thonë ummeti, mos me dal duar bosh, mos me pas shpresu për kot tek ne, po me pas vlet që ai është mërzit edhe ka kajt për neve. Çojmë salavat për mi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sa herë që të kemi mundësi, nga se këto salavate kanë me qenë dritë për neve në ditën e gjykimit, atëherë ku krejt na kemi mi pas punë të ngushtë. Në këtë ditë mëdha të Ramazanit bani dua për krejt muslimanët kudo që janë. Kudo që janë ngushtë, nga se me të vërtetë që duaja ndron kaderin, edhe me të vërtetë që muslimanët kanë nevojë për duat e tona. E krejt këto dua bëjnë amin me laçet edhe për ty. Prap na po fitojmë. Çështo është feja islame. Mos i harroni muslimanët kudo që janë, bëni dua për vetë dhe familjarët e tuaj të gjallë të vdekur, nga se janë ditët e fundit të Ramazanit. Lutim Allahun që Allahu këtë Ramazan, këtë namazet, taravih, krejt që i kemi bërë adhurimet na ketë pranuar, e të na ringjall para Allahut fytyrbardh dhe jo fytyrë nxirr, që të jemi krenar me këtë fe në dunja edhe tek Allahu në ahiret. Ma bani halal për zgjatjen, aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.